Prokuroria Themelore e Gjakovës po zhvillon një aksion në ndyshimin e falsifikimit të rezultatit zgjedhor në Malishev. Komisionerët janë duke u intervistuar në Gjakovë nga Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të Gjakovës. Në komunën e Malishevës, sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, në total janë manipuluar 5704 vota. Sipas të dhënave të përditësuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 3273 vota u shtuan kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ndonse të njëjtët nuk kishin marrë nga qytetarët. Përfituesi më i madh i këtij manipulimi është Gament Maliçaj, të cilit në numërim në qendrën komunale të numërimit i ishin shtuar 927 vota më shumë se sa kishte marrë realisht. Përpos manipulimit, 728 vota janë shtuar edhe në Malishev. Kandidati të PDK, Feta Paçarizit, dhe 703 janë shtuar po ashtu edhe Adnan Thaçit. Edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës pati manipulim të votës së qytetarëve. Kandidati Gëzim Hazrollit janë shtuar 340 vota përmes manipulimit. Pas rinumërimit, vjedhja e votave është evidentuar edhe në listën e lëvizjes vetvendosje, ku kandidati Valon Hoti gjatë numërimit në qendrën e kombëtare të numërimit janë shtuar 312 vota më shumë se Gani Krasniqit, që janë shtuar 271.